Rrugën për në Tiranë nuk patën mundësi ta bëjnë, por qytetarët nga Kosova me mendje e zemër ishin në protestën e cila u mbajt në sheshin Skënderbej, raporton Ekonomia Online. Ata për Ekonomia Online thanë se ish-krejt e ushtrisë çrimtare të Kosovës janë të pafajshëm dhe qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë për ata që luftuan për lirinë e vendit. Ato njerëz janë të pafajshëm, krejt njerëzia e dim për këtë punë, edhe ne e dim, mirë po politikat janë disa gjëra do të thotë që realisht i bojnë për po janë aditore. Ata njerëz që janë atje, ata janë çlimtarë dhe realisht e kanë bënë një luftë për ne sot jemi këtu. Mos po ndikon pak në opinion, për ndryshe nuk mundet me mirë po është ajo situata, ju kujtohet ju avni Rustimin për shembull kur ka qenë tu dënuar atje në Paris, ka ndikuar opinioni i popullit. Por mirë, natyrisht duhet me konë gjithsesi. Po vërtetësisht ato plot fuqishme është. Po inshallah kthehen e bive që vonon se 5 vite që mos të tjeve, e që që ta se me pas mësi i noti tjera dhe mos me përmene emnët këtu asë një sekundë mos s'ka pas nevojë me shku atje. Mira njerëz, kryesisht nga Kosova dhe viset shqiptare diaspora, u mblodhen të premten pasdite në qendër të kryeqytetit shqiptar Tiranë, në mbështetje të ish-eprorëve të ushtrisë çrimtare të Kosovës, të cilët janë duke u gjykuar për gjoja krime lufte në Hag.